3 pajqerek. Më ka marrë nipi në telefon, edhe nga puna e nga drekën, u qetësova pak, telefonin në tavolinë, më bie telefonin në Messenger, për moment, përtova të ngrishin, nuk zjara dorë, thash, kush merë do marri prapë. Po më vlonte diçka në gurmas, nuk po rria dot. Pa kalu 1 minutë, unë ngrita dhe mora telefon, shiko nipi. E marrë telefon dhe më thot, kam vdek të 2 daje, e ka vrarë. Në atë moment, ka marrë vllajën e madh në telefon, morë njëri tjetrin, për ta shpëtuar, mo e gjeni do të gjallë. Ai ka qenë problematik, ka qenë. 50 vjetë motra jonë gjithmonë, pra te ka qenë mules. 50 vjetë. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba. Para 10 ditësh mund t'i themi, i denaciojnë në polici. Je policia këtu, merr motrën, merr dhe nipin. Më marrë telefon nipit nga Greqia dhe më thonë, Daja, shko në Roskove se ka marrë policia maman dhe Arturin. Përse i ka denoncuar shefiti? Kriminali. Kishim lidhë ca gjera në poshtë, patate. Kupton? Pse i mbodhe këtu, po s'më falë, e si mbodhe këtu. Re, i mbodhe djali, nuk të ben, këtu mbillit i mështej modë. A i me fjalë, ka qenë problematik të arrinë dhe këtu, dhe para 20 vjetësh ka bërë vetë vrasje, ka kryu vetë vrasje. Nuk më intereson fare, ate e kam dhenë me zë dhe me shkryp, pra e meni dhe e gropostin në kanalin më të thellë. Pa e qëndë.